Mjeku I njohur kardiolog Luter Nuraj ka evidentuar një situatë shqetësuese në lidhje me sëmundjet e zemrës, si dhe sistemin e kujdesit shëndetësor në vend. Sipasi mungesa e një sistemi të mirëfillt kontrolli shëndetësor, po çon në rritje të ndjeshme të sëmundshmërisë. Po, ka sëmundshmëri ka sepse unë I mësoj kësaj dy gjërave. Kontrolli nuk është I rregullt sepse s'ka sistem. E kam thënë dhe herë tjera. Dhe para e dyta nuk bëhet mjekimi në rregull. Mjekimi. Janë pa ditur mjekim. Nuk e di, sot pa ta unë aty. Me diabet, ja bëra vetë këtu, shumë I lartë diabeti. Marrë një metformin 500 në darkë vetë. Po kur hanë drek, po kur hanë mëngjes, po I kyshte këtë faret të pa ditur përsa I përket mjekimit. Me vinë këtu me ilaçe, kanë marrë ilaçe nga kardiologët, nga XY, nga mua, nga kush ka marrë, nuk din fare ilaçet, mjekojnë kot. Më erdhi një me blok mund. Një tjetër më erdhi me të rrahurat të 37-a, sepse vazhdonte ato beta blokuesi. Pra nuk ka sistem kontrolli, sepse dhe kur vjen për vizitë I thua për një muaj. Kur t'i vjen radha të një muaj, është harruar ai. Nuk ka, ne më para kemi pasur bëndaditës në poliklinikë, marrin mendje. Besh, janë të pa informuar. Ai thekson se qytetarët janë të pa informuar e shpesh kërkojnë ndihmë vetëm kur shfaqin dhimbje serioze apo komplikacione të rënda. Veçanërisht shqetësuese sipas tij është situata tek të rinjt. Të rinjt nuk vizitojnë fare. Të rinjt janë të kërcënuar sepse janë që përdorin këto barna, çajin këto substancat. Pinë alkool shumë, bëjnë një ushqyerje, hanë shumë jashtë në këto ushqyerje me nga kesa I ndyrnash, bëjnë një jetë sedentare, po të marrësh të rinjt I tërë janë me barkë, të rinjt, I ke përparë, kështu që janë shumë të rrezikuar. Kontrollet po thash si janë, po të videt e privatit të nuk kanë lek, s'kan lek, sa janë pensionista, sa janë pa punë, po edhe ata që kanë ekonomi, nuk e kanë iden të kontrollojnë, të bëjnë. Vinë te kardiologu, kur kanë dhimbje, ta mbajnë mend, kanë dhimbje. Kur ke dhimbje, është zënena koronare. Dhe je o për stent, ose për operacion, ose shkon atë botën tjetër. Kontrollet bëjnë kur nuk ke dhimbje, që bëjnë analizat, bëjnë kontrollet dhe merret masat kur është fillesare çdo gjë. Nëse këtu edhe në spitale kudo vjen në kohë që kanë bërë infarkt. Doktor Nuraj bën thirrje për ndërhyrje në sistemin shëndetësor, rritje të ndërgjegjësimit qytetar dhe vendosje në një strukture funksionale kontrolli për të parandaluar sëmundjet e zemrës.